ishin, në kuptimin jo që e ka përmendur Seuel Qela. Seuel Qela ka pushtetin e vet mbrana lagjes vet aty. Kaq më kaq. Peqin, Belç, Sarri, Gramsh, 0. Librash Pranjës 0. Në kohë Po le të them unë. Po ta prit. Po prit ta shpjegoj. Dhe ne në 2017 kemi 3 mandate, PSE ka 7 mandate, në 2021 mandat 8-6, në 2025 10-4. Të merr siç edhe vetë socialistët kur se besorën një gjë tjetër. Përveç një idiot si puna ime që e kam artikuluar që do dalim 10-4, duke pat parasysh listën. Pra lista 2025 ishte aq e dobët e Partisë Demokratike sa ishte dobët e PS-s, po që ishte më dobët e PD-s. Dhe të garantoj që në 2021 ne kishim 26.000 deri 27.000 vota me gjithë votat e LSI-s, krahasuar me 2025, dhe jemi minus 26 deri 27.000 vota në 2025 minus. Në 2021 vetëm PD kishte 60.000 vota, në 2021 2025 një 39.000 vota. Në 2000 plus 70 votat e LSI-s, ne do të kishim 60. Pra ti thua ky është prezantuar se që do të thot. Merr dhe analogji vetëm qarkun e Durrësit. Pavarësisht problemeve, se ishte më i dobët pushteti i bandave, ishte më i dobët pushteti vendor, ishte më i dobët parat në Durrës, shumë herë më i madh, shumë herë më shumë para. Por vetëm efekti listë mbajtë rezultatin e 2021, ne nuk do fiton 8-6, dhe ne nuk fitonin në Elbasan. Absolutisht. Pa diskutim. Dhe në 2021 ne nuk fitonim në 2025 ne nuk fitoshim 11 maj në Elbasan. Por 8-6 do të rrinin në Elbasan. Se duhet ta një batutë e fundit nga klubi dhe pastaj nga Lami. Jo, do të thonë që ta mbyll me që përmend Durrësi. Rasti i Durrësit është pak më kompleks se Elbasani, se rasti i Durrësit përbëhet nga 2 pjesë. Para punës që lista e Durrësit kishte të njëjtin akses ke bandat e dhe këtë fortët si që kishte dhe PS-ja. Dhe dyta është rezultati është për shkak listës, dhe dyta që shumë rëndësishme është për shkak një luftë në të brendshme brenda PS-s për të ndarë kush është klani që dominon pushtetin lokal. Dhe kjo është shkaku pse PS-ja pastaj nuk arriti atë rezultat që parashikondi që 9-5. Nese, se këtupja nuk e një. Njefej, dakord, po jo, nuk është kjo tash. Po të them prap, po dalë se duhet ta mbyllim, po. Elbasani, me që kishim merakun e Sara Milës këtu. Votat e mrena për mrena ka pas trafikun e vetë. Sepse Bashkia Elbasan ka punuar për nënkretarën e Bashkisë Elbasanit 100%. Aulona Belujbashi. Bashki tjera punonin sipas kandidatëve të zonës të gjatë. Ka dhe i sens, ka dhe i logjik. Peqin Samira Salla ka dalë më i votuar, 4.000 vota. Është i shkruaj bashkjak. Pra po. Po dakord, pra. Ka vota se ka ndikimin e vet, ka bashkin, ka njerëz e vet. Normal, ka fisin e vet. Tani kjo Mila, pavarësisht ka patur ndikimin brenda PS-s, ka patur njerëz brenda PS-s. Ta doni ta ka mbështetur Seuel Qela, ta ka mbështetur Seuel Qela. Ta ka mbështet, por nuk e ka bërë diferencën, po të them, 2021 Seuel Qela me gjithë grupin, nëse menoni ju kështu, kishte pushtet dhe ka patur aktivitet politik zgjedhor. Me gjenjë një rast në 2025-ën që të përmenden nga opozitat, përmenden nga mediat, përmenden nga djerat sepse nuk ka pas aktivitet zgjedhor. Sa është efekti spaku, to është. Mi prap, nuk ka pas aktivitet zgjedhor, po të garantoj për të pjesë. Që do të thotë që këto e bëjnë legjend dhe për të bërë pis gjithë procesin, italian. Për bërë gjithë procesin, na bën mit Seuel Qelin për zgjedhje. Ai mund të jetë mit brenda të fortës vet, aktivitetit vet që kanë forma tjera. Por tek zgjedhjet harrojini, po ju them tash. Lami, nesër Partia Socialiste ka ditëlindjen. E mendon në çfarë situate favorshme është? Çfarë situatë jemi? Edhe të volitshme është, por ne duhet i kërkojmë ndoshta falje teleshikuesve sepse ne tentojmë ende ta marrim seriozisht Partinë Demokratike sepse është partia e dytë opozitare. Por në kushtet ku ne nuk po kemi më alternativë tjetër për të treguar serioz në analizë, jemi detyruar nga edhe në naivitet futemi serioz në Partia Demokratike, po sigurisht është qesharak me të gjithë këtë që bën, edhe me të gjithë strategjinë që ndërton. Dhe në këtë kuptim ndoshta na tolerojt, na fal për këtë lloj naiviteti ndoshta që na shikon ndonjëherë, sepse jemi detyruar të marrim një subjekt politik serioz. Por s'është për ta marrë serioz, kuptohet. Jemi ndoshta idiot, po jemi të sinqertë, fakti. Nuk jemi Po më mirë. Më mirë. Darsula, faleminderit që më mua sot. Faleminderit klubi, faleminderit Lami, faleminderit Kellu që ishte me mua sot. Ndërkohë, si do thash nesër socialistët kanë ditëlindjen.
kanë shumë arsye për të festuar, po kanë edhe shumë arsye për të menduar. Kësaj radhe janë vetëm në fatin e tyre dhe me atë që na kanë përcaktuar ne, integrimin në Europë. Kanë vetëm një rrugë, një monopat ose humnerën. Po në humnerë do detyrohen shkojnë vetë. Gjithsesi nesër do të jemi në një bisedë me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, zotin Blendi Klosi, për atë që është fest, por edhe një moment reflektimi për mazhorancën e cila po shkon drejt 16 viteve në pushtet. Shihemi nesër në orën 8, deri atëherë nga Osol Balla, natën e mirë.